Në fakt, ja ka qitë, të më thani, farforme, ka pakun në kësaj teme në kuptimin që i ka demantu, sepse ne edhim që kjo ka qenë, në më thani, investimi kryesor edhe Serb edhe Rus në këtë gjykat, kështu që mendoj që shka do që folim, shka do që komentojmë, nuk mujmë me thonë ma shumë se që ka thonë James Rubin. Cili do tjetë impakti si pas teja, a do të kthehet? Ka qartësu shumë shka ben. Narracioni? Ka qartësu gjithë shka, dhe me thonë, ka thonë detaja, vdin, nuk ka pas atë, për shembull, sene që komnim ka thonë sene konkrete. 1, 2, 3, 4, 5, kështu që për mu gjithë shka, ka qartësu në deklaratët e ti. Ka qenë shumë konkret në krejtë shka ka thonë, sepse ka qenë dikushi. Dhe shumë i rëndësishëm, madje është marrë ekskluzivisht me këtin. Tash interpretimet, njerëz mund t'i japin varësisht nga perspektiva tyne, po nëse dje ishte shumë përmbajtësor sa i përket dëshmisë rreth mungesës strukturës e cila mund të bëjë ndërmarrje të përbashkët kriminale, kjo ishte pjesa kryesore e dëshmisë dje. Këtë e sulmonte, le të themi zoti Rubin, sot e ka sulmuar edhe politikisht gjykatën, duke quajtur të padrejtë. Ishte strategjik kjo nga apo erdhi pasi që i pa pyetjet e gjyqtarëve që dorën zemër nuk është që i pëlqenin dot. Për që si kam pëlqy kur gjo e re ata gjykatësat, ta shenalin James Rubinin 4 ore se nalqen ata dëshmitar që të shumë kam bo magji. Dhe tash qajo është diferenca e pare. Dyta është James Rubin para se të tjetë jevrej, edhe për aty një jevrejve të mëdhaj që i kanë dhonë në emna të mëdhaj edhe një mesën më të madhe shqiptarëve si Madeleine Albright, si këë, të tjerë. Shumica administratës Clinton, një ditë duhet një studim për këtë. Po, ai bashkohaniku i Halil Matoshit, Tom Lantosh, të tjerë. Pak më i vjetër, ka qenë, po qaty. Po, në kohën bashkohaniku në aspektin e veprimtarisë politike. Veprimtarisë politike, po. Kjo ardhja nuk e di ku lexova, nuk e di sa është e besueshme që James